operacionit më të madh frontal dhe më masiv të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vetë pjesëmarrja juaj sot dëshmon se sakrifica e dëshmorëve tanë nuk harrohet dhe se lufta jonë e drejtë ishte çlirimtare dhe e shenjtë për liri. Në janarin e vitit 99, pas masakrës së tmerrshme të Reçakut, populli ynë po përjetonte një nga periudhat më të rënda të historisë së tij. Për të mos lejuar që të përsëriteshin tragjeditë të tilla, shtabi i përgjithshëm ngarkoi drejtorinë operative për përgatitjen e operacionit Shigjeta, i cili do të shndrojë një në momentet më vendimtare të luftës çlirimtare. Operacioni Shigjeta nuk ishte vetëm një operacion ushtarak, ai ishte kulmi i organizimit, i sakrificës dhe i bashkimit të kombit shqiptar. Në majin e vitit 99, tashë 27 vjet më parë, në malin e Pashtrikut nisi ofenziva e fuqishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lufta tashmë kishte kaluar nga taktikat guerile në luftë frontale. Urdhri për sulm u dha në 25 maj, ndërsa me 26 maj filloi sulmi mbi pozicionet serbe. Ky operacion, përveç rëndësisë kombëtare, kishte rëndësi të jashtëzakonshme ndërkombëtare si në planin ushtarak, ashtu edhe në atë politik e diplomatik. Në planin ushtarak, ushtria çlirimtare e Kosovës dëshmoi se ishte një forcë serioze ushtarake me fuqi goditëse e organizuar dhe e aftë për të zhvilluar operacione frontale kundër okupatorit serb. Njëkohësisht, në koordinim me aleatët ndërkombëtar, ky operacion zhveshi nga kamuflimi i ushtrinë okupatore serbe, duke i mundësuar forcave ajrore të NATO-s identifikimin dhe goditjen më të saktë të objektivave armike. Kjo pasi ushtria serbe në pamundësi për të përballur me ofenzivën e fuqishme të UÇK-s, u detyrua të zbulojë të gjithë arsenalin ushtarak, artillerinë dhe arsenalin e rënd të fshehur në përmale, të cilat më pas u goditën nga avionet e NATO-s. Ndërsa në planin diplomatik dhe politik, operacioni Shigjeta ndikoi drejt për drejt në përshpejtimin dhe kapitullimin e okupatorit serb. Sot nderojmë një nga kryeveprat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, operacionin Shigjeta. Ky nuk ishte thjesht një aksion ushtarak, por një mishërim i vendosmërisë sonë për liri. Ata dëshmojnë se trimëria dhe dashuria për atë mund të mposhtin çdo makineri ushtarak. Me gjakun dhe sakrificën e tyre, herojnë tanë kodën themelet e shtetit tonë. Përballë plumbave dhe granatimeve, ata qëndruan si një mur i vetëm. Sot dhe përgjithmonë, ne përulemi me respekt para gjakut të dëshmorëve të rënë në këtë operacion si dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë. Vepra atyne është pishtar, dritë dhe udhërëfyes për brezat që vijnë. Nuk jemi zullumçar, jemi çlirimtar. Fatkeqësisht ky operacion ka mbetë në heshtje. Ka mbetë heshtje interesante edhe nga ona jonë, por dhe nga ona armikut. Por me plot bindje, përgjegjësi dhe njohuri që i kam, po them se ka qenë operacioni më i lavdishëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky operacion jo që ka ndikuar brendshëm në përfundimin e luftës, por i ka dhënë një vulë, një marrëskrej tjetër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimisht, edhe pse bombardimet vazhdojshin, shumë djemë, vajza, tri, nga vendi, nga diaspora, ju kanë përgjigjur thirrjes për mobilizim gjithë popullor. Dhe nga gjitha anët kanë ardhur aty ku i kemi drejtuar në pjesën veriore të Shqipërisë. Një numër jashtëzakonisht i madh edhe me një vrojtje jashtëzakonisht madhëritën natë. Dhe kjo ka dhënë për vullnetin, vendosmërinë e popullit tonë që kemi pas, që nuk po llogarisim me NATO, po jemi të gatshëm edhe vetë ta fuqizojmë UÇK-n edhe vetë ta fitojmë lirinë. E dyta, UÇK-ja ka dëshmuar se ka arritur një shkallë zhvillimi, organizimi, aftësimi që të organizojë operacione të shkallës së gjerë, operacione sulmuese, dhe të planifikojë dhe zbatojë ato operacione. Dhe po e them, ky operacion është produkt i mendimit dhe i veprimit ushtarak të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nuk është produkt i dikujt tjetër, dhe pse serbët vazhdimisht e thonë se operacioni Shigjeta është planifikuar në zyrët e Pentagonit në Washington.